Njerëz të dashur, apo dëni me ditë se çfarë vlere ka lutja nëse e bëni tek Allahu i madhëruar. Atëherë, hajde ta ndëgjojmë një rast që e tregon ky doktor, pastaj kam do fjalë për këtë pjesë. U shkum te tavolinë herë pacienti në tavolinë më lut, Resul. Ata kam drejt lut në unë. Unë thom po. Ki drejt. Ul në tavolinë edhe filloj mu lut. I thom drejtën unë mendën e kisha të keqe. Mendja ime thash kot lutësh, se diagnoza jote nuk përputhet më me lutjen. Edhe momenti kur e krym në operacionin, bënëm gjitha ato procedurat, morëm materialin, shkoj histopatologjia me ngushtu, del prej kancere më të shtira, më të rrezikshme që është, më agresiv. E mjekum për 2 javë ditë, edhe e lëshum në shpi, po në gjendje të ranë në kolicë. Momentja jemi prapë jo e mirë. E që kanë me më thirë që... Jo, unë e lëshova dhe thëmë kontrol të vish mas 1 mujit. Mas 1 mujit, unë isha të shënu dishka në kompjuter, më thirën motat po të vjen pacienti, cili pacient. Që ke lëshume e dek. Dalë shokë... Më thonë ti nuk shpresoje që do të kthehet për një majtë. Gjendje terminale u quke në mjekësi. Kur kthehet pacienti, në kam veta, vjen me një përcjellës. E ulin tavolin, bisedoj me ta. Edhe është gjendje, dhëmë, qa po përdojë terapien tone? Dhëmë, vazhdo prap terapien tem, vazhdoj terapien temun. Njëtën kohë, prap, jap një këshill të konsult mas 2 mujve, po prap menja jemi jo e mirë. Se bindja jeme se nuk më të më marrë të mas 2 mujve. Thëmë të ndrejtën mas 2 mujve kurer, ish vesh me kravat, ish këthjel, edhe unë e makë mjekësien e lash. Tash nuk kam qa flasë më për mjekësi. Edhe tash mos me zgjatë në emision. Sa jetoj përfundimisht? Ende është gjallë. Ende është gjallë. Njerëz të dashur, prandaj unë them në stop kthenu tek rruga e Allahut të madhëruar, sepse Allahu i madhëruar është një. Ai të ndihmon si në të mirën edhe si në të keqen. Prandaj mëshira e tij është shumë e madhe. A e shikoni që vetëm një lutje e ka bë ai dhe ju ka largue sëmundja më e keqe që e ka bë. E që besa e ka bë mu pensionu edhe këtë doktorin e nderuar, sepse fuqia e Allahut të madhëruar është shumë e madhe për robën e tij, kur robi tina i lutet tek ai, si në të mirë e si në të keqe, ai çdo herë ja gjen zgjidhje. Prandaj çdo herë thojnë Allahu ka një plan të mirë, mos u dorëzo asnjëherë, vetëm një lutje tek Allahu i madhëruar dhe ky personin fjalës shëruar. Prandaj edhe ti kur je në situatat më të këqija të jetës tone, lutu tek Allahu i madhëruar, sepse çdo herë do dalësh fitimtar.